Në Slupçan për fat të keq ndodhi edhe një masakër me përmasa të mëdha. Familja Zymberi humbi 9 persona. Në këtë masakër të kësaj familje, derisa forcat maqedonase granatonin pa ndërprerë, një granatë e shkrepur nga helikopteri depërtoi muret e podrumit ku ishin të strehuar afër 100 pjesëtar të kësaj familje, ku gjetën vdekjen 7 zymberaj, e më vonë edhe 2 të tjerë si pasojë e plagëve që kishin marrë. Në shtëpinë e zymberajve akoma nuk ishte shterur dhimbja për më të dashurit. Akoma mbretëronte një dhimbje që kur nuk do të shteret dhe kur nuk do të harohet. Podrumi ku ndodhi kjo masakër sot ishte meremetuar, por megjithatë kishin mbetur shumë vrak që të kujtojnë atë ditë tragjike. Në vendin e krimit, babë e birë sikur duan që të kujtojnë për një çast atë fatkeqësi që u ndryshoi jetën. Megjithatë, zymberajt vazhdojnë të frymojnë dhe të jetojnë për më të vegjilit e tyre, për ardhmarinë e tyre, kurse për këtë rast shprehin një dhimbje krenare. Në ora 8 të mëngjesit filloi të granatohet fshati nga gjitha anët nga ushtria maqedone, edhe atë me gjitha armët që i posedon, në armatimin që i posedon. Kështu që në ora 10 minuta ne pra këtu i kemi qenë të vendosur në Kestrejmore. Këtu kanë qenë të vendosur mbi 80 persona dhe në ora 10 minuta këtu ra një granat apo raket, nuk e dim se çka ka qenë, në këtë këndin këtu të këtij trotuarit, edhe ka deportuar kështu, e ka shfuar tokën, edhe pjertas ka hinj atje brenda, edhe ka plasën aty. Në këtë dhomë kanë qenë gjysma e të strehuarve, dhe aty i kemi gjetë të vdekur gruan time, Selvien, trote 4 vjeçare, djalin tim Mersim Zymberi, 8 vjeçar, vajzën Hisnie Zymberi 2 vjeçare, vajza e kusherinit Valbona Zymberi, ajo ka qenë e plaguar, pastaj ka vdekur pas një jave në spitalin e Shkupit. Pastaj ka qenë e vdekur këtu vajza e kusherinit Sizane Zymberi, 22 vjeçare, djali i kusherinit Jenus Zymberi, 17 vjeçar, vajza e kusherinit Neale Zymberi, klasën e 8 krime, sa për vjen ati 16 vjet, 15 vjet, edhe mbi 25 kanë qenë të plagosur këtu. Kush e ka dhënë ndihmën e parë aty të plagosur? Pa vetë ka të mësh. Pa ndihmën e parë ne vetë një herë derisa erdhën këto motrat medicinale të ushtrisë shlirimtare, por ne për fillim ne i evakuam të gjallurit, i qitëm në dhomën tjetër, në anën tjetër të Strejmorës, sepse kur hinim brenda ajo, kur plasi ai granata, u bën një terr i madh aty prej barutit dhe kishte kështu rrezik që do të ngulfateshin ato të tjerat. Ne i evakuam në anën tjetër, kurse edhe të plagosurit dhe ato jo të plagosurit, kurse të tjerët i qitëm në anën tjetër të dhomës, edhe pastaj erdhën këto të ushtrisë shlirimtare dhe ato ja dhanë ndihmën e parë, dhe pas pak çasteve erdhën edhe i evakuam të plagosit, i quam në spitalin Likov, spitalin ushtarak. Po në ditë u qumë, hëngrëm ka fjallët, e i hollun bok të gratë, kam të nejtën këto, kejtë cullët, flatë të oda me gra me cullë. Rishmi, sa kam cullë që të lujti djali 8 vetë, djali Skenderi 8 vetë që tu, e pa të shru një shikti këtu petë, këtë kimi pas, unë që atin kravek ratë, veç s'ka nejtë pak kur ka krisë. Krisja jo në o habitëm kejtë në mërë upi me një, terë bo në atë kejtë burkë, zditëm hiqë, të në ngajtë një qelën gjamët, dole dritë e pak, zdritë, kur këshirëm këtë gjënë tektë, vramë, plagumë,
Kërstov, terborg në auto bo. U shashtrisëm kejtë. Zdish më isha me bo. Qëto krisin në përpejt ka në për qëti gjalli ako më qëti qika nusja kejtë qëto janë ka. Kejtë janë ka. Tani në morën në qunë, tullën burat. Qëti në shkallë reshin kejtë. Aje so plot atje ka vra si zonin atje të rëtësop. Qëto 6 vetë janë vra. Atje 7. Burët erdhen shaka. Zdish mi isha me pa tërë nata burgu. Zdish mi isha me maru, shifsh mi kur gjonë, burgu. Të një hekën thas, tullë, ti një. No, pa ku qelit, dollën gjenozë, dollën kejtë. Në morën në qunë Likovë, në qunë Plagosmit. Gjalli virë ke bitiri që të akonën kejtë. A ishtë tërpik pak ka mesindjera, kaftira. Dollë atje britë ke, ka i ke u të që nëse po më shashtrisët gjalli, të e prit gjallin. Shë me bon, më sta shofi, më sti shofi ato. Prit gjallin ata, prit. Valvona mas një javë. Valvona mas një javë ka ti. Kanë vranë krarën këtu në Bobrek. Ata. Veç nuk e di sikur që e kemi përjetu me gojë zdim me tregu. Se na imi konë ato dritare që në konë këtë me blok edhe me thas. A konë në terë, me qyra. Ne imi konë këtë të derat të shkallë, që i pritë fëmijët më dalin për jashtë, se granatët si shqipish nuk kodha shpisë. Edhe kur ka krisë për një herë, britnja e fëmijëve, kemi nga në mrenda. Qyre të shimën, dritë të shimën, terë. Nuk u doke se kush ashtë i vramë, kush ashtë i vdekun, kush ashtë i gjallë. E në qatë të lovi, kemi dali, kemi shplu gjomët, dritarët, kur hini zdraki mrena, atëre kemi pasë mushtullim ato tesët, ka ishin gripi granatave, timi, pluni, edhe ati kemi da, ku tha Skenderi, i kemi da të smutit veç, se ka pas për 26, kam të thime, kratë të thime, ku e djuna, shit, i kemi da veç, ato Bramt kemi ranit ashtu. Në atë moment kanë ardhur shtëria shlirimtare, kombëtare, ndihëm, edhe ato sesët, ato motrat medicinale të shtërisë shlirimtare, edhe të parin ndihmë ato e kanë dhënë. Edhe ato me kerrët e vete i kanë marrë, i kanë quajtur në spitalin e Lipkovës, që ja kanë dhënë ndihmin. Në atë kohë mos nuk met shka me prit këtu. Ato shka metën gjallë, e kanë pru një kerë, kamion, ushtria shlirimtare, i kanë ngarku edhe i kanë srehu që të konkosh me asigut ka konë veni. E na kemi nejtë tërsati njët natës, dhe pi bombardime s'ki mujtë as vërrimet mi vërros as me qelë vorë. Faleminderit që thëmë ushtria shlirimtare kombëtare. Në këta bërësit e veta që ta kanë dimu. Atë për kanë nga, ta kanë dimu në vërrime, ta kanë dimu punisë, ta kanë dimu mi bajt vramt. Edhe që është të ra, shi të ra granatët ato me neve barabar, dërë sa ati njëtë natës kemi vëros. Të të ketë. Edhe kur kemi këthi mos të ka metë më vend më shkomarë këto. Nuk di se si ta përshkruaj, për mua ka qenë një ngjarje shumë e tmerrshme, sepse i humba më të dashurit e familjes dhe kështu. Fundi erdhi që familja për shembull patëm lidh beste me fshati, gjithë fshati, ditën e parë të luftës që asnjëri mos ta lëshon fshatin. Ishte nevoja, sidomos shoqja e Skenderit, në momentin e ngjarjes ku ka plas granata, ishte duke përgatitur ushqimin për ushtarët. Banin gratë gjatë natës afër 80 bukë për ushtarët. Gjatë ditës këshinin fëmijët e tyre në podrom se edhe granatimet ishin mas tepërmi gjatë ditës.
Kështu që bashkë në kohën e përgatitjes së ushqimit, granata ra në podrum ku mori 7 viktima aty për aty. Pastaj pasoi atij granatimi vdes edhe gruaja 7 zane me gjithë fëmijën më vonë. Po e njëjta granatë ndodhi edhe në pjesën tjetër të familjes sime. Për shkak se familja Zimberi jemi një familje e madhe, ka ndodhur në 2 podrumet. 15 minuta më herët ka ndodhur në podrumin tjetër, po ashtu granata është fut brenda, por për fat mirë vetëm një fëmijë ka qenë i plagosur, kurse të tjerët kanë kaluar shumë mirë. Edhe rasti që ka ndodhur mua personalisht më dha një moral edhe më të fortë, më detyroi që edhe më tej të jem më i fortë bashkë me shokët e mi, që me të vërtetë ta mbrojmë vendin ashtu siç e kemi lidhur besën.